Shkolla nëntëvjeçare Ismail Qemali në Korçë hapi dyert për nxënës, prindër dhe komunitetin në një aktivitet të veçantë Open Day. U prezantuan arritjet, talentet dhe puna e përditshme e nxënësve dhe mësuesve. Gjatë kësaj dite ambientet e shkollës u kthye në hapësira interaktive me prezantime projektesh, panair gatimesh tradicionale, ekspozita punimesh artistike dhe aktivitete argëtuese. Drejtoresha e shkollës theksoi rëndësinë e bashkëpunimit mes shkollës dhe komunitetit. Qëllimi i kësaj dite është që ne të promovojmë hapësirat, mundësinë, anën profesionale, aktivitete dhe gjithçka që zhvillon kjo shkollë, duke i drejtuar qytetit, instancave, familjeve, zonës ku ne funksionojmë si shkollë, për t'i thënë që e jani në shkollën Ismail Qemali, mos e braktisni në shkollën Ismail Qemali. Shkolla Ismail Qemali ka një staf të mrekullueshëm, ka një mjedis shumë të mirë që pret një rikonstruksion dhe që diçka do ecë, do lëvizë dhe do të bëhet më e përshtatshme për kushtet dhe zhvillimin modern të arsimit dhe të mësimdhënies dhe mësimnxënies. Nga ana tjetër, nxënësit u shprehën të entuziazmuar për pjesëmarrjen dhe organizimin e aktivitetit. Ne kemi përgatitur disa kostume për këtë aktivitet. Ne kemi qëndisur e kemi qepur. Ne i kemi bërë këto për këtë aktivitet sot për të ruajtur identitetin tonë. Ne jemi grupi i bibliotekës dhe kemi sjellë libra që nga dita e librit 23 prit. Dhe kemi sjellë shumë libra ndryshme që ndodhen nga biblioteka dhe nga shtëpitë tona që i kemi prezent. Fëmijët duhet lexojnë shumë sepse në bazë të librit gjejnë dhe një pjesë të jetës së tyre, gjejnë gjithçka, mund të mësojnë më shumë, mund të hapin më shumë mendjen e tyre. Aktiviteti u mbyll me një atmosferë festive dhe mesazhe mirënjohje për stafin pedagogjik, nxënësit dhe të gjithë kontribuesit, duke theksuar edhe një herë rolin e arsimit në ndërtimin e një komuniteti të fortë dhe të bashkuar.